për shkak të gjykatës, vendimit të gjykatës të çështjes së zonjës Gjaçka. Ka kërkuar të përfundet në emision avokati zotit Gaçi, zoti Brembllari, Gurali Brembllari, mirëmbrëma. 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 Zoti Brembllari, më thoni, cila është kërkesa juaj? Çfarë doni sqaroni? Atëherë zonja Eni, ju përshëndet juve dhe të gjithë personat që janë në studio. E vërteta e kësaj çështje është se të paktën që nga muaji shtator i këtij vitit kaluar, ne jemi përballur në gjykat lidhur me problematika që lidhen me sekuestrimin e 2 parcelave dhe jemi përballur me një qëndrim refraktar nga të gjitha gjykatat deri tani për shkakun se edhe pse, siç edhe u konkludua nga çapo diskutohet tek ju dhe çfarë shkruar në media, që nuk ka pasur asnjë akuzë, asnjë dyshim, asnjë element, asnjë indicie minimale për përfshirje në një veprimtari kriminale të zotit Gaçi dhe të shoqërisë të administruar prej tij. Pronat janë sekuestruar, janë futur në proces konfiskimi dhe është dhënë dhe një vendim nga gjykata e shkallës së parë për konfiskimin e tyre pa u dëgjuar pala, pa pranuar që ajo të paraqesë provë dhe qëndrimin e saj, pa pasur asnjë lloj atribumi të veprës penale, dhe ky është një shqetësim që duhet të jetë për ju dhe për të gjithë opinionin publik, se si ka mundësi që në një shtet të së drejtës që mendojnë të vëmë, veprohet në këtë mënyrë nga gjyqësori shqiptar në një proces penal. Pra jemi në proces penal jo dhe me ligjin antimafia, në të cilën konfiskohen pasuritë e një personi që nuk dëgjohet, që nuk pyetet, që nuk merret të japë provat e qëndrimit. Zoti Brembllari, ju si avokat apo zoti Gaçi, nëse ka çështje të vetat, sigurisht së pari duhet të drejtohet gjykatave, po nëse ka për të adresuar çështje të tilla është një gjë tjetër. Ne ishim duke diskutuar për faktin që SPAK ka hapur një hetim pas vendimit të GJK-s. Nëse keni diçka për këtë, sepse në përgjithësi pastaj na duhet një emision më vete. Por e diskutojmë një herë tjetër nëse duhet flasim për çështjen në total. Ne po flasim sot për vendimin e gjykatës. GJK-s. Nëse keni diçka për këtë, na e thoni. Pastaj se gjithë çështja të Rimerej do ishte vështirë. Do të them pikërisht për këtë, sepse ndryshe nga sa është thënë dhe diskutuar, unë kam respektin maksimal për gjykatën që ka dhënë vendimin, kam qenë koleg me të për një periudhë gjatë kohe, por e vërteta është që nuk e di se çfarë ka pasur gjyqtarja përpara, por e vërteta është që në hetimin e çështjes, për të gjithë problematikat e saj, ka qenë një gjykatëse tjetër, e cila e njeh dosjen dhe e cila mund të jepte përgjigje të saktë. Ajo që mund t'ju them juve dhe opinionit publik është se prokuroria lidhur me elementet e figurës veprës penale për cilën zoti Beleri ka pasur pretendime, janë bërë hetime të plota, të sakta, të thella dhe prokuroria ka regjistruar procedimin penal, ka bërë hetime të tilla dhe ka konkluduar për përgjegjësinë penale për subjektet që kanë kryer vepër penale. Kështu që nuk jemi në rastin e mos fillimit të procedimit dhe në raste të tjera të cilat mund të kishte vend për të çuar dosjen përsëri për rihetime apo për regjistrim procedimit penal. Jo, regjistrimi procedimit penal është bërë në rregull. Ju po thoni që gjykata se ka kuptuar këtë? Gjykata nuk beson që të ketë pasur aktet. Gjykata nuk ka pasur aktet sepse janë volume, janë mbi vetëm për çështjen e pasurisë janë të paktën që kanë verifikuar unë janë mbi 20 volume që lidhen me masat e sigurisë, që do të jenë pjesë e sigurisë pasurore, që do të jenë pjesë e fashikullit. Dhe unë nuk besoj që janë ato sepse ato janë në gjykim themel. Dhe aty kanë qenë të evidentuar të gjitha. Është pyetur zoti Gaçi, janë pyetur një pjesë të gjithë pandehur që kanë qenë në proces, janë pyetur dëshmitar, nuk është e vërtet një thënie që tha një nga personat që ndodhet aty që pasuria është marrë në emër të personave të tjerë. Pasuria kompania që ka aplikuar është një kompanie kushire së Artan Gaçi dhe Olta Gjaçkës. Shtetas amerikane. Zotëri, shoqëria që ka aplikuar është
.tcc SHPK me administrator të saj zotin Artan Gaci. Zoti Ibrahim Llari, një gjë dua ta evitoj se nuk kam as minuta. Ne nuk kemi gjykat, nuk do hapim dosje, nuk do merrem me çështje në thelb. Më kupton? Problematika që do kështu. Edhe mund ta bëjmë një herë tjetër, po sot është e pamundur për shkak të minutazhit. Kështu që juve nëse kishte diçka për sqaruar, për çfarë u tha këtu në lidhje me këtë çështje ju dhash mundësinë që ta sqaroni. Tani pyetje, sa persona të kallëzuar, personat që kam në studio pyesin, sa persona të kallëzuar ka patur? Shiko, personi që bën kallëzim, zonja Eni, personi që bën kallëzim u thot shumë emra. Kjo nuk do të thotë që do regjistrohet procedimi për secilin nga ta. E rëndësishme është që regjistrohet procedimi. Nuk e di më ndjek. Regjistrohet procedimi dhe nuk regjistrohet pa emra. Prokurori, një nga prokuror shumë të kompetente keni në studio, e regjistron emrin atëherë kur i del. Atëherë atribon veprën penale personit konkret. Ai e ka regjistruar procedimin pa emra. As do t'i gorë nuk e ka pasur emrin të regjistruar procedimin, emrit janë bërë normalisht. Po dhe prokurori duhet të shprehet për kallëzimin. Duhet shprehet për kallëzimin. Prokurori duhet të regjistrojë emrin e sa një kallëzuesi. Jo, gjykata... Fakti penal është një. Jo, me që s'kemi ko. Fakti penal është një. Kemi një kallëzim ku kemi 3 persona të kallëzuar. Ti si prokuror, unë si prokuror, jo, ta mbaroj, unë si prokuror vendosa që njërin ta marrë të pandehur dhe 2 tjerët mos shprehen. Tu ka diçka që nuk shkon. Në rast se unë kam hetuar, në rast se unë kam hetuar për 2 personat e tjerë, atëhere unë i kam pasur persona në hetim, edhe jam i detyruar të shprehem me një vendim marrje që mund tjetë dhe vendim për pushimin e hetimeve, dhe të jam i detyruar që të nështrojmë kontrolit të gjykatës. Kjo është zgjidhja, o mos fillim, o vendim për pushimin e hetimeve, se nuk duhet ta lodhin popullin teknikisht, por në rast se në kallëzim unë marr përsipër ta quaj faktin penal të rregullt dhe marr njërin të pandehur dhe 2 tjerët nuk shprehen fare, ka diçka që me të drejtë gjyqtarja është shprehur. Ore, ti mos dërgosh kresë, ose çoje për pushimin e hetimeve, ose mos filloje. Fredi Beliri ka pyetur, unë kam kallëzuar 5 veta. Çfarë bën me 3 tjerë? 3 ke quar për ndjekje penale, 2 tjerë, çfarë është bërë me 2 tjerë? Prokurori ka thënë s'ka element për këtë. Jo, zoti Sefa, në rast se s'ka element, çoje për pushim hetimesh. Po pra po, mirë vendim, po pra s'ka marrë vendim pra. Prandaj dhe gjyqtarja thot, kthimin e përgjigjes sot unë e konsideroj si vendim. Okej, ta dëgjojmë premarin, po. Atëre, është regjistruar procedimi penal pa emra. Nuk është atribuar asnjë element i veprës penale. Në momentin që është atribuar veprë penale, është atribuar vetëm zotit Goro dhe personave të tjerë. Po ndaj 2 tjerëve, për çfarë ka hetuar që tha ty ka hetuar? Çfarë ka hetuar për 2 tjerë? Janë regjistruar emrat atyre që i ka dhënë prokurorit. Jo, prokurori e regjistron emrin, po atribuar veprë penale as kujt, as shoqërisë, as zotit Gaci. Mos ta bëjmë seminar magjistraturës, zoti Ibrahim Llari, mos ta bëjmë seminar si shkollë magjistraturës. Por, për 2 personat e tjerë, ju thatë ka hetuar, ka bërë të verifikimet. Atëhere, prokurori pas ka shkelur të drejtat e njeriut, se pas ka hetuar për 2 personat dhe nuk i ka njoftuar dhe nuk ka marrë një vendimarrje për pushimin e hetimeve ndaj tyre. Dëgjoni. Tashi, procedura një është. Zoti Beleri ka dërguar në Po hiqe zoti Beleri kallëzimin. Zoti Beleri ka dërguar bashkë me kallëzimin 2 dosje me akte. Janë marrë dhe akte të tjera dhe nuk mund të veprosh me njëherë. Me shpejtësi, prokuroria ka vendosur vetëm për sekuestrimin në fazën fillestare të procesit. Në fazën përfundimtare të procesit, gjatë hetimin nuk ka gjetur element, në fazën përfundimtare ka marrë ato persona që i ka gjetur me probleme, i ka marrë të pandehur. Zoti Ibrahim Llari, ka një pyetje Zekthi.